Pavarësisht faktit se përgjatë 24 orëve të kaluara, në të gjithë vendin rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet të ulët, sërish situata në shumë zona mbetet kritike. Sipas të dhënave më të fundit publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, në të gjithë vendin, rreth 5.000 hektar tokë përllogaritet në ujë dhe 420 familje janë evakuuar nga banesat e tyre. Prej mesditës së të martës, ka nisur shpërndarja e ndihmave në ushqime, ku 250 pako me ushqime të domosdoshme janë shpërndarë në Novosel të Vlorës dhe 250 tjera në Levan të Fierit, ndërsa po përgatiten edhe 80 pako të tjera për të dërguar në urën vajgurore. Sa i përket përmbytjeve në qarqet Fier dhe Vlorë, gjatë 24 orëve të fundit, rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet të ulët. Në Fier, lumisëma mbetet në nivele kritike, ndërsa të përmbytura janë rreth 220 banesa, ndërsa sipërfaqja e përmbytur përllogaritet në 3.500 hektar. Në rrethin e Vlorës janë përmbytur 100 hektar tokë dhe 602 banesa. Në qarkun e Beratit, pas rreshjeve të 3 ditëve të fundit, 150 hektar tokë janë përmbytur tërësisht, ndërsa 58 familje janë evakuuar. Situata është normalizuar edhe në qarkun e Elbasan, ku gjatë 24 orëve të fundit ka patur rreshje të lehta shiu, por edhe rreshje dëbore, duke bërë që në disa akse qarkullimi i automjeteve të kryhet vetëm me zinxhir. Edhe qarkullimi në aksin rrugor Tiranë-Elbasan ka rinisur mëngjesin e të martës. Në qarqet e tjera të vendit, si në Shkodër dhe Kukës, përgjatë 24 orëve të fundit, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme, ndonse në Kukës trashësia e dëborës varion deri në 40 cm në zona të thella malore.